Këtu është horoskopi i diel 18 maj 2025 për ju. Mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Do të keni shumë gjëra për të bërë dhe do të ju mungojnë disa detaje. Tensione me një peshq dhe një akrep. Demi. Pushtoni këtë ditë duke menduar për të ardhmen e mirë që ju pret, dashuria mund të kthehet për ata që e kërkojnë atë. Faza e lodhjes momentale. Mos i jepni shumë peshë. Binjaket. Kini kujdes sepse shpërqendrimi mbretëron suprem sot, ju mund të gjeni një njeri me të cilin nuk keni dëgjuar për një kohë. Ata që kanë jetuar së bashku për një kohë të gjatë mendojnë të ndryshojnë diçka në marrëdhënie. Gaforja. E shkëlqyeshme këtë ditë, një moment veçanërisht i përshtatshëm për të jetuar dashuri. Ju mund të merrni disa lajme të mira në 3 ditët e ardhshme. Është një ditë e mirë për të bërë miq të rinj. Luani. Lini çdo dyshim dhe flisni me sinqeritet me personin e zemrës tuaj. Nëse ka një çështje ligjore, ndiqeni nga një ekspert. Virgjeresha. Një fazë interesante po vjen dhe mbi të gjitha përndjenjat, kushtojini vëmendje vetëm llogarive në pritje ose një ish që nuk i jep vetes paqe. Mos u përfshini sot në polemika apo gara të kota. Peshorja. Jeta në çift është më pak e shqetësuar, por duhet të kuptojmë se çfarë ka ndodhur javët e fundit. Zhgënjini nga një njeri që mendoni se ishte ndryshe, ruhuni nga Demi dhe Virgjeresha. Akrepi. Dita e ndërmjetme, gjatë mëngjesit mund të ndjeni ndonjë shqetësim fizik. Këto ditë ju doni të jetoni përvoja të reja, edhe ato intensive. Disa diskutime familjare. Shigjetari. Fati gjithashtu mund të dashurohet për ata që kanë nevojë për të. Ditë e përgjithshme interesante, përpiquni të luftoni pa paksimin. Britsjapi. Do të keni një dëshirë të madhe për të bërë, jeni të pandalshëm. Nëse duhet të përfundoni zotimet e mëparshme, do të doni të lëvizni ndrysh. Ujori. Duhet të harroni një ofendim dashurie edhe nëse një marrëdhënie është në rregull, përpiquni të jeni më afër partnerit. Kushto që duhet të shes ose të blej do të ketë disa probleme me letrat. Peshqit. Jeni shumë të lodhur, megjithatë përballë këtij stresi të madh do të ketë edhe një kënaqësi të madhe. Dashuria është protagoniste. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mirë.